Për e thash, e në Stenaldo, që foli aty. E mora veçën. I thash, mos gjykoj kaq ftohtë tash. Nëse do të gjykosh tash për situatët e tuaja, thash. Ku ti the? Stenaldos. Nëse do të gjykosh tash për situatët e tuaja, thash. Fal çat dush ti thash me Brikena tash. Kurse për këtë situatë thash, gjë mu thash, nuk është e mira thash me fut. Punën do si thosh. Flasësh apo ta hiperbolizosh. Po flet për Brikenën, po flet për ty. Si? Po flet për Brikenën. Të gjithë kemi pjesën tonë të diskutojmë sikur veç për njërin pavarësisht se me kë e ka marrë Pa i po hiperbolizon dhe gjë që s'ka për ç'a me hiperbolizu. Ka mendimin e vet se ti dhe mantelet. Po normalisht çka bën. Edhe un kam. Po pra, nuk është se nëse X-i ka pasi lidhje apo ka pasi puthje vjen me shpalla mas murit. Ajo s'po thot jam shenjtore. Po çfarë lidhje ka kjo tani? Po pra, që me ju gjujt për çfarë? Ajo s'është se ç'a s'po pranon apo ç'a ka not, s'ka not asnjë gjë. Po kush po thotë që kjo gjë është një gjë e rëndë? Kush po thotë që kjo gjë është një gjë e rëndë? Stenaldo po bën të rëndë. Stenaldo po fryte shumë. Je falso, je kështu shtirë, është bosh. Tani për ne thashun, çka ke me lojën ose ç'a të duket ty si person? Thash, bëj ç'a dush ty, ç'a dush. Po ja të po thoshte, më prishet imazhi mua nga kjo njëja më bën. Momentin e gabuar, me qasjen e gabuar. Se në ku ka qenë Stenaldo, edhe ja thash. Ti ke ardhur për vetë apo të bërë avokatin e Brikenës? S'ka lidhje. Unë i bëj gjithë ato që mendojmë që më mbrojt. Edhe ti nëse do isha me situatën, tash do ishim 3 veta. E do thosh se njëri për i them që unë mendoj që ti ke drejt, anën tallë do maja. Edhe shumë mund nothem edhe me rrot tjerë. Po të kisha mundësi me heq një person mes teje dhe Brikenës nga loja, kë do hiqe? Une? Po. Mes meje? Mes teje dhe Brikenës. Ti isha vetën apo Brikenën? Po. Që të bëjo? Po. Brikenën do isha. A ke luajt mend çtire?